Hekuri dhe mëshira. Ai nuk ishte dashur të shkonte në atë shtëpi kujdestare në periferi të Hamburgut. Ishte punë përkohshme e vetmja që kishte gjetur, kujdestar për një plagë gjermane me Parkinson. Lindi, student shqiptar i arkeologjisë, mendonte se do të kalonte ditë duke lexuar dhe duke i ndihmuar një gruaje të moshuar me aktivitete bazë. Nuk e kishte parë asaj si punë, por si një peng, derisa pa Klaran. Klara ishte 78 vjeçe, me flokë të bardhë të vendosur në një bishtë të përsosur dhe me sytë blu që ende kishin një shkëndijë të mprehtë inteligjente. Ishte profesoresht e pensionuar e historisë së artit e cila kishte shkruar monografi për skulptorët e rilindjes dhe ishte e shtrënguar në një trup që nuk i dëgjonte më, duke u dridhur nga një sëmundje e pashërueshme. Ti je nga Shqipëria, tha ajo ditën e parë, anglishtja e saj e përsosur me një thekselet gjerman, vendi i bunkerëve dhe i pritësve. Ata quhen bunker në gjuhën tonë, korrigjoi Lindi me një buzëqeshje dhe pikërisht janë mikpritje si tanë. Shumë kultura e kanë mikpritjen si virtyt, tha ajo, duke e studiuar atë me sy të mpret. Por pak e kanë të theksuar në ADN-n e tyre. Javët kaluan, Lindi lexonte për Klarën kur ajo nuk mund të mbante librin. Diskutonin për artin, për historinë, për politikën. Ajo ja tregoi fotografitë e vajzës së saj, e cila jetonte në Kanada dhe të nipërve që ajo nuk shihte prej vitesh. Ai tregoi për Shqipërinë, për malet, për detin, dhe pastaj një mbrëmje diçka ndryshoi. Dhimbja sot është e tmerrshme, përshpriti Klara, duke u përpjekur të mos qajë, ndërsa Lindi e ndihmonte të shtrihej në shtrat. Mjeku tha se mund t'ju jap një dozë shtesë të ilaçit, propozoi ai. Të gjithë ilaçet bëjnë të njëjtën gjë, tha ajo, me një ashpërsi të papritur. Me lënë të hutuar në një trup që tashmë është një burg. Lindi u ul pranë shtratit të saj duke kapur dorën e saj të dridhur. Çfarë mund të bëj? Klara e pa me sytë e saj të kulluar nga dhimbja dhe vetmia. Më prek, tha me zë të ulët. Thjesht më prek si një njeri, jo si një pacient. Dora e Lindit ngriu për një çast. Pastaj me një butësi që vetë nuk e dinte se e kishte, ai filloi të fërkoi dorën e saj me gishta të lehtë. Pastaj parmendën e saj, pastaj krahun. Ktu, tha ajo, duke treguar me kokë drejt shpinës së saj. Të gjitha dhimbjet janë mbledhur këtu. Lindi, me ndjenjen e dobët se po kalonte një kufi, e ndihmoi të kthehej ngadalë. Pastaj me gishtat e qetë filloi të masazhoi shpinën e saj të hollë nën pizhamën e pambukut. Muskujt e saj ishin të shtrënguar si telat e çelikut. Ai punoi ngadalë me durim duke lëshuar nyjet një nga një. Ju keni duar të shëruara? Përshpëriti ajo pas një çasti. Kjo u bë rituali i tyre. Çdo mbrëmje para se të flinte, Lindi i bënte një masazh të lehtë Klarës dhe çdo mbrëmje kufit mes kujdesit dhe të kujdestuarit, mes të riut dhe të plakut të bësoheshin pak më shumë. Pastaj erdhi ajo mbrëmja e vjeshtës. Era bie në dritare dhe dridhjet e Klarës ishin më të këqija se zakonisht. Nuk mundi ta bëj këtë më, shpëriti ajo, lotët duke i rrjedhur në faqe. Nuk mund ta bëj këtë vetmi më. Lindi e përqafoi duke e mbajtur atë të dridhur në krahët e tij. Ju nuk jeni vetëm, unë jam këtu. Por për sa kohë, tha ajo, duke u përpjekur të shikojë në ato sy. Ti do të ikësh, të gjithë ikin. Ai nuk gjeti fjalët që t'i përgjigjej, vetëm e mbajti më fort. Pastaj ajo tha diçka që e tronditi. A mund të më puthësh? Thjesht ndjej një prekje njerëzore, jo mjekësore. Lindi ndjeu një val konflikti. Kjo ishte gabuar, ishte e papërshtatshme, ishte e papranueshme. Por kur pa vullnetësinë e plot në sytë e saj të errësuar nga dhimbja dhe vetmia, ai u përkul dhe vuri një puthje të butë, të respektueshme në ballin e saj. Jo, përshpëriti ajo, si një burr. Dhe kështu, me zemrën që i rrihte me forcë, Lindi puthi buzët e saj. Ato ishin të thata, të holla, por kur ato u përgjigjen me një urim të habitshëm, të etur, diçka u ndryshua. Ishte si të hapej një dyer në një dhomë që ai nuk e dinte se ekzistonte. Unë këtë nuk duhet ta bëjmë, tha ai, duke u tërhequr e duke u ndjerë i tmerruar nga vetja. Pse, e pyeti ajo, dhe në zërin e saj kishte një ashpërsi të vjetër. Sepse jam e vjetër, sepse jam e sëmurë. A nuk kam të drejtë për një prekje njerëzore? Por ai di se kur e fundit herë më preku dikush me dëshirë, vazhdoi ajo, lotët
duke I rrjedhur tashmë pa pengim. Ishte 10 vjet më parë. Kur buri im vdiq, ai më puthi në ballë në shtratin e vdekjes. 10 vjet lindi. Ky emërtim, që ajo kurrë nuk e kishte përdorur më parë, e thyente atë, dhe kështu kundër çdo logjike, kundër çdo norme sociale, ai e puthi përsëri, këtë herë më thellë, dhe dorën e tij e vendosi në gjoks, duke ndjer zemrën e saj të rikte fort si një zog I bukur në kafaz. Ajo e troqi dorën e tij më poshtë në barkun e saj. Të gjitha këto vite pëshpëriti, trupi im ka qenë një tradhtar, ka marrë gjithçka nga unë. Të lutem, jepi diçka mbrapa. Lindi e ndjeu veten si të ishte ndarë në dy. Një pjesë e tij ishte e neveritur, e tmerruar nga çfarë po ndodhte. Pjesa tjetër pa një grua që kishte qenë e fuqishme, e zgjuar, e dashur dhe që tani u lut për një moment të vogël njerëzor në mes të një kalimi të gjatë dhe të dhimbshëm drejt fundit. Dhe kështu, me ndjesi se po shkelte në një territor të panjohur dhe të ndaluar, ai e çoi dorën më poshtë. Çdo prekje ishte një lutje për falje. Çdo puthje ishte një vajtim për çfarëdo që ishte humbur. Kur ai hyri brenda saj, ngadalë me kujdes ekstrem, duke I dhënë kohë trupit të saj të thatë dhe të papërgatitur të përshtatej, ajo qau, jo nga dhimbja, por nga një çlirim I rrallë. Faleminderit, përshpëriti ajo, duart e saj të dridhura duke u kapërcyer në fytyrën e tij. Faleminderit që nuk më shikon si të vdekur ende. Ata nuk bën dashuri, ata bën një vepër mëshire, një vepër që nuk kishte të bëjë me kënaqësi fizike, por me njohjen e një njeriu në një trup që bota kishte lënë pas dore. Kur më në fund u ndan, Klara e përqafoi fort. Ti do të bësh një burr I mirë, tha ajo, dhe unë, më në fund mund të flas me të vërtet. Ditën tjetër, kur Lindi erdhi në punë, Klara ishte e qetë në një mënyrë të re. Unë kam thirrur vajzën time, tha ajo, do të vijë të marrë në Kanada. Dhe kur Klara u largua një javë më vonë, ajo I puthi Lindin në ballë, siç duhet një gjyshe. Mos haro kurrë, përshpëriti ajo, që njerëzimi ynë nuk ka moshë. Ai thjesht ndonjëherë fshihet në vende ku nuk shikojmë. Lindi kurrë nuk e tregoi këtë histori askujt, por e mbajti në zemër si një sekret të shenjtë, sepse e kuptoi se ndonjëherë mëshira mund të marrë forma që bota nuk do të kuptonte kurrë, dhe se njerëzimi I thjesht, I papret dhe shumë njerëzor ndonjëherë kërkon rrugë të pazakonta për të dalë në shesh.